Mirë se erdhët sërish në këtë analizë tonën. Sot do të eksplorojmë pak më thellë idetë e disa filozofëve shumë të hershëm grek. Ata para Sokratit. Do bazohemi kryesisht te libri Ahmet Arslan, Historia e filozofisë greke parasokratike, dhe do fokusohemi te disa emra kyç: Herakliti, Parmenidi, Zenoni, Empedokli, Anaksagora, edhe atomistët Leukipi e Demokriti. Pyetja e madhe që i mundonte ishte pak a shumë, çfarë është realiteti në thelb? Si ndodh ndryshimi? Apo nuk ndodh fare? Ç'është universi? Po, pikërisht. Dhe do shohim si këta mendimtarë dhanë përgjigje, shpesh rrënjësisht të ndryshme, por që hodhën bazat për pyetje që filozofia i shtron ende sot. Ishin, si të thuash, përpjekjet e para madhore për të kuptuar botën vetëm me anë të arsyes. Le ta nisim atëherë me Heraklitin, ai që njihet për thënien çdo gjë rrjedh, panta rej. Për të, gjithçka ishte në lëvizje, si ai lumi ku s'mund të hysh dy herë, dhe parimi bazë, ajo arkeja, ishte zjarri, simbol i transformimit të vazhdueshëm. Por ç'është interesante, ky ndryshim për Heraklitin nuk ishte kaos. Kishte një rregull, një ligj të brendshëm. Logosi. Pikërisht, logosi. Një arsye universale që e drejtonte këtë fluks. Madje ai theksonte se konflikti, lufta mes të kundërtave, është vetë motori i ekzistencës. Lufta është babai i të gjithave, thoshte. Dhe kjo ide e harmonias që lind nga tensioni, nga konflikti, është shumë e fuqishme. Pas këtij fluksit pandalshëm, ai shihte një rend. Po mirë, pastaj kemi Parmenidin, krejt e kundërta, a dhe jo? Absolutisht, një kontrast total. Por Parmenidin thelbi ishte qenja është, mosqemja nuk është. Tingëllon thresht, por çfarë do të thotë kjo realisht? Do të thotë që nëse mosqenia, pra ajo që nuk ekziston, nuk është, atëre asgjë s'mund vi nga mosqenie dhe asgjë s'mund të shkojë drejt mosqenies. Rrjedhimisht, qenia, ajo që ekziston realisht, duhet të jetë një, e vetme, e përjetshme, e pandryshueshme dhe e pandashme. Pra, çdo lëvizje, çdo ndryshim që ne shohim me sy, iluzion. Thjesht iluzion i shqisave. Vetëm arsyeja e pastërt, logjika, mund të na tregojë të vërtetën e qenies së pandryshueshme. Ai madje lidhi të menduarit me të qenit. Kjo është goxha sfidë për mënyrën si i perceptojmë botën. Sigurisht. Dhe nxënësi i tij, Zenoni, u mundua ta mbronte këtë pikpamje. Me ato paradokset e famshme, Akili dhe Breshka, Shigjeta. Po, pikërisht ato. Qëllimi i Zenonit nuk ishte thjesht një lojë mendore. Ai donte të tregonte se po pranove premisat e kundërshtarëve, pra që lëvizja dhe shumësia ekzistojnë, atëherë përfundon në absurditete logjike, me për hapësirën, kohën, pafundësinë. Ishte një mbrojtje geniale e tezës së Parmenidit. Mirë, kishim pra dy ekstreme. Herakliti me ndryshim të përhershëm, Parmenidi me palëvishmëri absolute. Si u përpoqën të tjerë t'i pajtonin këto ide me botën reale? Këtu hyn pluralistët, si Empedokli. Po, Empedokli tha, ndoshta qenja nuk është vetëm një. Ndoshta ka 4 rrënjë themelore, të përjetshme. Toka, ajri, zjarri dhe uji. Dhe ndryshimi ndodh kur këto përzihen. Pikërisht, në ndikimin e dy forcave kozmike, dashurisë që i bashkon dhe urrëties që i ndan. Kështu ai ruante idenë e elementeve të pandryshueshme, por shpjegonte shumëllojshmërinë që shohim. Ndërsa Anaksagora, ai shkoi edhe më larg, po, Anaksagora propozoi jo 4, por një numër të pafund farërash fillestare, spermata. Dhe kishte atë idenë interesante se në çdo gjë ka një pjesë të çdo gjëje. Por rësia kryesore ishte nusi, apo jo, mendja. Po, nusi, një parim inteligjent, i pastër, i pakufizuar, që nisi lëvizjen fillestare rrotulluese. Ishte nusi që solli rendin nga kaosi primordial. Megjithatë, duhet thënë, më vonë, Platoni dhe Aristoteli e kritikuan paksa, sepse Anaksagora e përdori nusin më shumë si një shkak fillestar, mekanik, sesa si një inteligjencë që drejton gjithçka drejt një qëllimi të caktuar. Dhe pastaj vjen një zgjidhje tjetër akoma. Atomistët, Leukipi dhe Demokriti. Po, atomistët.
Për ta, realiteti përbëhej nga dy gjëra themelore: atomet dhe boshllëku. Atomet fjalë që do të thot i pandashëm, atomos. Grimca të vogla, të ngurta, të përjetshme. Të pandryshueshme në thelb, që ndryshonin vetëm në formë, madhësi dhe pozicion, dhe që lëviznin pafundësisht nëpër boshllëk. Edhe boshllëku ishte pra hapësira boshje që lejonte këtë lëvizje. Kjo ishte përgjigjja e tyre ndaj Parmenidit, apo jo? Pikërisht, ata pranuan ekzistencën e boshllëkut si një lloj mosqenieje që megjithatë ekziston, dhe kështu lëvizja bëhej e mundur. Vetë atomet ishin të pandryshueshme, si qenia e Parmenidit. Lëvizja ishte e natyrshme për atomet, nuk i duhej një forcë e jashtme si dashuria apo nuusi. Ata madje bën dallimin midis cilësive primare, reale të atomeve, si forma, madhësia, dhe atyre sekondare, si ngjyra, shija, që lindin nga ndërveprimi ynë me to. Një vizion çuditërisht modern, shumë materialist për kohën. Absolutisht, shumë ndikues. Pra, bëm një kalim të shpejt nga bota dinamike e Heraklitit te realiteti statik i Parmenidit, sfidat logjike të Zenonit, e deri te përpjekjet pajtuese të Empedoklit, Anaksagorës dhe atomistëve. Po, koncepte shumë të ndryshme, por të gjitha ishin përpjekje për të kuptuar thelbin e gjërave, atë që fshihet pas dukjes së përditshme. Një kërkim për të vërtetën themelore të realitetit. Dhe ndoshta, një mendim për ta marrë me vete është pikërisht ky tension që ata ngritën dhe që vazhdon edhe sot. Në përpjekjen tonë për të kuptuar kozmosin, çfarë ka më shumë peshë? Realiteti i pandryshueshëm që kapet vetëm me arsye, apo bota e larmishme dhe ndryshueshme që na ofrojnë shqizat? Ku qëndron thelbi i gjyrave në fund fundit?